Po nisë në aty ku e la Fidoni. Mos u nis atje ku e la, nisu këtu. Nisu këtu vlla te Kushtim. S'mundet njëri me hanë keq minjë, barëzi, se gjiston barëzi. Problemi është që tash ish ajo që po quhet bloku opozitor, se s'ka tash blok opozitor, po pajtona. Po tutet me dalë me mbrojt Kushtetutën e Republikës Kosovës. Qaq të rrezikshëm që është ky grup që i në pushtet në Kosovë. Po tuten me dalë me mbrojt drejtën e fjalës një përfaqësuesjet minoritetit serb. Kur fyhet, ku i thuhet kriminale terroriste, ajo është me e zgjedhur në KQZ me certifikat. Ose s'paku dosh me bo dikush verifikimin e saj. Terroriste tha ki partin. Ja, më fal. Ja, ti tha kriminale je. Zoti Sadikut, bomi korrekt. Fer dhe korrekt, po. Prandaj unë nxorra aty. I tha kriminale dhe terroriste. Një gruje e cila unë nuk e dija është. Jo në organet e sigurisë Kosovës. Po nuk ka çaj djalë, çaj burri i Kosovës që aty, ai që i tregon dikujt ajo terrorist ajo. Që kjo gjuhë doshtun koleg. Edhe popull i Kosovës, qytetarë dhe qytetari, që kjo gjuhë e shkatëron idenë e Republikës Kosovës. Ideja e Republikës Kosovës, e tha Fidoni, i ka 120 deputet. 110 deputet janë antikushtetus, nëse kuvend janë 110 deputet, a i kuvend janë antikushtetus. Sepse kushtetuta e përcakton që ata i kanë 10 vende të rezervume. E dyta, që kjo gjuhë, doshin koleg, është minë o bombë në institucionet demokratike të sistemit të Republikës Kosovës. Për arsye se nuk fitohen zgjedhjet me ngrit një popull kundër një minoriteti që janë në rreth 35.000 vete në Kosovë. Nuk fitohen zgjedhjet ashtu, e pandershme për njerëz. Po thot që është askush kundër minoriteti, kundër organizatës, organizmit. Kur e ka shkoll kriminale dhe terroriste? Kur e ka shkoll? Me arbitraritet politik, Albin Kurti dhe Jola Mihajli? Që ka patur një lidhje të drejt për drejt me Banjskën. Kush që kjo gru? Jo kjo gru. Lista serbska? Serbska. Kush po thot? Radoj Qiqi. Po du një argument. A ka ma argument Radoj Qiqi? Shiko, zoti Sadiku ti e din ti që është informata, që ka pos përfaqësues të opozitës, ish opozitës, tash po thom, në Siri, që ju në vrasi terrorist. E kolegu i tyni, i rodhve tyne, sot o kryetar shteti i pranum ndërkombëtarisht. Qysh kushtim? Është kontekst tjetër, zoti Matu. Zoti Sadiku që tu po gabon. Zoti Sadiku që tu po gabon. Është konteksti juën qysh na i shohëm na konteksti. Më fal auton, se më hu fjalia ma thej. Na jemi ligjshmërisht dhe kushtetshmërisht pro-perëndimor. Amerika o busulla jonë. Dhe na e kemi orientim demokracinë liberale euro-atlantike. Më fal. Tash, veç edhe një fjali kushtim. Po. Nëse, veç një informacion, ekziston që dikush për qëtyre 10, non fal, se non janë tash, deputetve, që e përfaqësojnë listën serbe, është i përfshim në Banjsk dhe ajo në kuvend në Kosovë, nuk është fajtuar ajo, o fajtuar sistemi i Republikës tonë, sistemi sigurisë, sistemi politik, sistemi gjyqësor, sistemi prokurorial. Po mi, aksa kuzë dhe... Jo, zoti Sadiku. Vetëm pak, proces gjyqësor ka. Jo ndaj që ty në njerë të zoti Sadiku. Proces gjyqësor për atë... Jo ndaj listës serbe ka zoti Sadiku. Zoti Sadiku, nuk ka proces gjyqësor kundër listës serbe. Ka proces gjyqësor ndaj Banjskës. Ka. Kushtrim. Banjska përëndimi alat e ka njoft grupin terrorist Radoj Qiqit, por nuk është vërtetu s'paku publiku sa të në nërës dirkit pun. Neves në ka thonë kërkush që ka për 9 deputetve që është pozim terrorist. Nëse ka je fajtor të në merë jo mund, është kushtrim. A ka të drejt, vetëm pak, përfaqësuesi, minutëm se nuk bëjmë dy debatet një të kohë. Po vetëm pak, du gollën e kemi këtu. Jo dy debatet një të kohë. Po ju e dini shumë në tu Kosova, për s'kom nevoj me a thonë juve. Du golli, po. Na kemi morë pavarësinë në proces dhe jetë fëmi bëjnë pakisa. A është e drejt nga ana tjetër, ta kthejmë në pjesën tjetër medaljes. A është e drejt ti thuhet ti je me terroristët, ti je terrorist.